Vitamina në trupin e njerëzit luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e reaksioneve kimike. Vitaminat nuk mund të prodhohen nga organizmat shtazor, por vetëm në bimë dhe mikroorganizma, prandaj duhet të merren me anë të ushqimit të freskët. Një prej vitaminave është vitamina C ose acidi askorbik. Ajo luan një rol kyç për formimin e kolagjenit, i cili ndihmon në formimin e skeletit të njerëzit. Vitamina A ose retinoli luan një rol kyç në shikim, e cila kryhet përmes syrit, ku me rëndësi shumë të madhe është retina. Mungesa e kësaj vitamine mund të shpijë deri te problemet e shikimit apo edhe në verbëri. Vitamina K absorbohet nga organizmi në formë të vitaminës K1. Mund të e gjejmë në perimet të gjelbërta dhe në disa vajra bimor. Ndihmon në procesin e koagulimit ose ngjizjes së gjakut gjatë lëndimeve të ndryshme. Vitamina D është thelbësore për kockat dhe dhëmbët, sepse stimulon absorbimin e kalciumit dhe fosforit, të cilat janë elemente ndërtuese të tyre. Vitamina B12 është e rëndësishme në proceset e sintezës së molekulës së ADN-s në bërthamën qelizore gjatë nëndarjes së tyre. Kjo vitamin po ashtu ka rëndësi gjatë prodhimit të eritrociteve.